Është një filozofi që e kanë edhe shumë persona ambicioz që ja kanë dalë në jetë, që nëse dikush të pengon, ti duhesh edhe mba shumë më mundu për me i te i kalu këto pengesa. Dhe unë e kom pas gjithmonë këtë filozofi. Për mu, puna është një mënyrë vetë realizimit. Puna për mu nuk është vetëm me ma një rrugë. Ka qenë gjithmonë një mënyrë për me i realizu ëndra, dëshira që kom dasht, ose me pa, jo veç vetën teme, po dhe një komunitet, një grup njerëzve duke u zhvillu, duke u bu ma mendjehapun, me pranu diversitetin, me qenë ma në hap me zhvillimet demokratike, të drejtat e njerëzit, dhe me qenë pjesë e botës demokratike, dhe me kontribut njëjtën kohë edhe në shtetin tonë, sepse shteti jonë është shtet i ri. Kanë lindë shumë shtete, po ka dhe shtete që kanë dështu. Që unë mendoj që jam një kontribuse njerëzve që Kosova me qenë shtet funksional, edhe pse jo kurrë në nivel qeveritar, po si aktiviste, si person që punon drejt avancimit të drejtave, kështu që e shoh si një kontribuse të shtetësisë Kosovës. Sepse kur ti, për mu ka qenë e pa imagjinueshme ndonjëherë, na kemi ndru me pas Kosovën shtet. Po momentin që u shpall Kosova shtet, për mu ka qenë dita ma e lumtur e jetës time, edhe pse jam bo 9 herë. S'kam qenë ma e lumtur se qatë ditë që u bu Kosova shtet. Kështu që e marr të si privilegj. Edhe është rëndësishme se cili me pa çka mundesh ti me pa për shtetin. Jo gjithmonë të presësh që qeveria mundet me ndrejt këto problemet, ku secili me kontributet vogla mund me bë ndryshime ndoshta shumë dha. Edhe jo gjithmonë t'ja lëm barrën dikujt që shohim ne pak si më të madhe se na.